Në një takim me fermerët në Cerrik, kryeministri Edi Rama vendosi prioritet hapësirën rurale duke kërkuar nga të pranishmit të evidentonin probleme dhe të ndaleshin te pjesët kryesore që kërkojnë mbështetje. Diskutimi të shtrihet në çdo detaj edhe që opinioni juaj të mund të shtjellohet plotësisht në një hapësirë informale, pasi kjo, me sa kuptoj unë, ka munguar edhe na mungon. Kreu qeverisë tha se në dispozicion të fermerëve është vendosur një linjë e re kredie nga Banka e Shqipërisë prej 250 milionë eurosh, ndërsa kritikoi bashkiakët. Qysh se është bërë reforma administrative territoriale dhe bashkitë janë zgjeruar me përmasën e hapësirës rurale, në vend se kjo të sillte një rritje të vëmendjes edhe një rritje të mundësive për fermerët dhe për sigurimtarjen në fshat, ka sjellë një shkëputje. Në një masë të madhe, kryetarët e bashkive shikojnë fshatin si çështje të urbanizimit, si çështje të infrastrukturës rrugore, të pastrimit, të ndriçimit, por nuk e shikojnë si pjesë të punës tyre të përditshme në funksion të zhvillimit. Rama kërkoi më tepër angazhim për paketën e maleve për të shmangur rrezikun e të mbeturit e pashfrytzuar. Takimi do të zhvillohet edhe të ende dhe diskutimi do të jetë mbi mbështetjen për bujqësi nga buxheti i shtetit, mundësitë për të rritur financimin apo skemat kombëtare.